Jemi rikthyer në Metropol, po ndëgjuat mentor Hazirin, që po të emrin këngë? Besom. Çka vona unë dhe vetë tash fjalën emrin këngë tonë. Mirë, tashmë e kemi në studio mentor Hazirin, këngëtarin e mirënjohur, po jo vetëm këngëtarin, për çka bëhet fjalë, edhe pse ju kum tregu edhe më herët. Zakonisht mi zbulon surprizat, edhe zbulon atër, masi që... Po, natyrisht, por, kum folun, kum tregu punën që e ka bën për momentin, super punë, për çka bëhet fjalë tani do ta shpalosim padyshim, por ajo çka është më rëndësishme se sa herë që mentori vjen me projekt të ri, është super interesant. Është aq diverse dhe djalë që ka provu tonat, respektivisht kur ki zo për tonat atër edhe i provon. Qifti jam nuk muj me provu, qef kam, po ka thonë qefi maj madhë se Stambolli mentor, por rocker prej fillimit, mandi ka pas gjysme 1.5 që ka u kona jo projekti, do me thonë kongë të vjetra, Shqipërisë të mesme, kongë të paharushme, të pavdekshme, cilat ti ka sjell në mënyrën e vetë. Ka sjell Ibrahim Tatlizezin, të cilët ekipa e ti fantastike, kanë komentu në videon e ti në YouTube, edhe padyshim tashmë po vjen edhe si kompozer, producer, tekst shkrues, plot. Shka mi e thonë. A njeri ka njerë më plesni i nërveshkëri, qka po di e qka s'po di. Sira që pas një me lu futbol 65 vjetë. Ja, ma bashkë. Talentin. Mentor, e di që je super busy, faleminderit që ke gjetë kohë me orë. Të regom për momentin, a ka diçka të re kongë që po vjen prej te, po më intereson. Po, absolutisht, jam përgatitur albumit, edhe janë një 5 këngë të reja mund të them, apo 6, sepse do t'i kemi edhe disa këngë tjera që kanë qenë më herët të lansuara. Do më thonë gjatë vitit kaluar. Po gjatë vitit kaluar, edhe definitivisht ju kthehem prap zhanrit cilin unë kam startuar, siç është zhanri pop dhe rock. Po. Kështu që ky album do të ketë një, siç thënë ti, një diversitet, po diversitet pak më kontemporan, sepse kam eksperimentuar pak në kaluar, një që eksperimentojnë edhe këngëtarë të tjerë ndërkombëtar, se edhe Bon Jovi ka një album country. Një album i bile kanë qenë country këngëtar realisht, edhe thjesht ka qenë vallaj kontributi jam për shkak se kam dorë gjithmonë muzikën e vjetër shqiptare, por si do të jetë albumi i ri ka më qenë albumi i cili na kthen tek rrajt e bashkëkohorës, muzikës moderne, për cilën ne dhe shoqëria jonë duhet luftoj vazhdimisht për shkak se është vlerë e madhe botërore dhe evropiane. Absolutisht pajtona plotësisht me çka thu. Kur thëmë që ke fillu edhe punën e kompozitorit, je për momentin duke përgatit bile me sa e kom kuptu, tashmë njëri prej këngëtarëve ka përfundu me regjistrimin e këngëve, Adelina Ismaili, diva jon Adelina Ismaili, dhe profesoresha e kantos, apo profesoresha e këndimit, a quaj kështu, që ka arru kur më ka po që jam aty, po e kom shumë për zemër, edhe kom gjanë, e kom për zemër Alma Bektashin. Për çka bëhet fjalë lutë? Është një projekt këgjë i madh, janë 3 albume që po regjistrohen, po përgatiten nga unë realisht si producent edhe si kompozitor në këtë rast. Me shumë sukses kemi arrit me regjistru këngët e para të Adelina Ismailit, është diva e cila do të vjen në një mënyrë komplet tjetër, në një mënyrë e cila kam i befasu të gjithë fansat, edhe mendoj që ja ka vlejt dhe pritja për një këngëtare çfarë ka qenë Adelina. Kam qenë i befasum me profesionalizmin, me mënyrën se qysh ajo ka trajtu muzikën, edhe gjithë këto këngë cilat unë ja kam rënë kuptimin pozitiv fjalës, domethënë që kemi punu bashk, edhe po realisht po shfaqna edhe tani më si një kompozitor dhe një kantautor, edhe pse në kaluamën gjithmonë kam shkruar, kam këngë shumë që kam bërë. Po sidos që tash këto vitet, sidomos gjatë pandemisë unë kam shkruar shumë sepse s'ke shumë çka më bë, edhe
dhoma të me një gitare, definitivisht ajo ka qenë një periudhë sado që errët jashtë, po për brenda ka qenë produktive për shkak se shumë kohë ka qenë produktive. Është e çuditshme, shumë njerëz kanë shkruar gjatë kohës pandemisë, kanë shkruar këngë të jashtëzakonshme. Përfshi edhe mua në këtë rast. Janë albume të cilat po vinë dhe janë albume të cilat kanë kontribuar jashtëzakonisht sa i përket erës së popit dhe rockut në Kosovë, sepse është mungesë shumë e madhe. Perfekt. Po flasim për album ku ta kemi të qartë për ata që presin prej Adelinës, prej Almës, këngët e reja. Po flasim tashmë përpara s'ka ekzistuar mentor, s'paku në vitin 2004 kur unë ku marrë me album, s'kan ekzistuar këtu LP-a, ç'kan këtu? Po EPs. EP edhe LP, mire ki se të dyja. Po, edhe kjo është do me thonë 5 këngë dhe ti mund është me publiku në formë të albumit që është. Është një farë lloj mini albumi, kështu quhet, është EP, do me thonë quhet, është një farë lloj, nuk do thot me 12 apo 8 këngë patjetër, mund është edhe me 5 këngë, me tregu një pjesë të krijimtarisë tane të re, edhe unë mendoj që ka fundi vitit ti jo me EP, po ti kemi ardhur me një 8 këngë, se do në po duhet të zbulu tash ty disa sekrete të shpejta, dhe Xuzi po na vjen shumë shpejt, ka fundi vitit me një EP apo me një album më të madh se sa EP-a. E mira që prej vjetëve ka filluar edhe vullneti me ardhë, kur se din kur të vjen frymëzimi, kur se din çka e sjell. Absolutisht. Do me thonë atë elan, atë pozitivitet tek njeriu. Fatkeqësisht ndonjëherë ndoshta nuk vjen fare. Unë kum pas fatin që përkraja e njerëzve me bot vetën edhe me mështi edhe njerë me ju kthy muzikës edhe e këngëve. Tregom të lutna prej ka frymëzimi edhe a është shumë punë për me bo çka i të bo? Mendoj që intuita do të me zonë vend. Muzik nuk është gjithçka instrumenti apo ajo farë shpejtësia me i rënë instrumenti, thjesht është krijimtaria, është komplet diçka tjetër, është frymëzim, është inspirim, do të më këndu paqes, dashurisë gjithmonë, këto kanë qenë qëllimet e mia kur të më kriju një këngë. Po se do të jetë, siç e tham edhe më herët, Rick Rubin për shembull është producenti më i njohur në botë, që ka bërë Justin Timberlake, System of a Down, Eminem, Jay-Z, edhe është e çuditshme, asnjë instrumenti nuk di më ra. Edhe ai paguhet për shihen që e ka, për intuitën, domethënë për shihen muzikore që e ka. Domethënë janë shumë njerëz saktum cilët po flasim me një producent. Quincy Jones apo do? Jo, Quincy Jones. Edhe se te Quincy Jones më të kundërshtu pak te Quincy Jones për shkak se Quincy Jones pak a shumë e ka marrë përsipër edhe punën e thrillerit albumit, për shkak se kur kum hulumtu është e çuditshme se Michael Jacksoni ka qenë genius sa i përket intuitës. Domethënë gjitha refrenet edhe këndimet e këngëve i ka bërë Michael Jackson. Kurse aranzhmanin ato i ka bërë Quincy Jones. Njerëz mendojnë që ka bërë Quincy Jones. Domethënë ku po do më dalësh që intuita shpërblehet me songwriting. Do të thonë, dikush që ka intuitën e mirë, sa i përket refrenit, këngës, që ka shihen melodike të mirë, mendoj që mund të bëhet kompozitor. Miksimi dhe këndimi bëhet këtu, por miksimi orkestrimi bëhet në Irland. Po në Dublin është Studio Ventry, ku ne kam pas fat një 4 vjet, kam shkuar kam ardhur në Irland, edhe kam punuar në studio, kam komplet edhe albumin si demot në gjuhën angleze kam batje me producentin Dave McCune. Është përvojë jashtëzakonshme për shkak se kemi punuar aty me një orkestër shumë të madhe. Atje nuk ka sintetike asgjë, domethënë gjithçka këndohet dhe bëhet live. Në studion e Dave bilas një synthesizer nuk ka, ka një grand piano e cila kushton 50.000 euro për shembull, ka harp aty, ka 10 violina, domethënë ki instrumentet për cilat del muzika. Fatkeqësisht tek ne po ndodhe kundërta. Po i bajnë studiot me drita shumë të mira, po i ki vetëm një laptop aty edhe asgjë tjetër. Do të thonë, përvoja ime atje ka qenë që mënyrë organike zhvillohet dhe bëhet muzika, sepse muzika del nga shpirti dhe nga damari. Prandaj edhe instrumenti kur të lut, energjia përcjellet deri tek publiku apo audienca. Absolutisht. Pajtona me ty edhe më ka një mesazh privat, padyshim sot gjithçka është do të kryhet. Por çka deshta me thonë është që
ti përveç tjerash edhe videoklipet je të punu, sepse videoklipin që e kom punu me A Group, ku mentori ka këgja një fjallë të rëndësishme në produksion, bashkë me Fatin, vllahun e tij, edhe me Djalin e Dajës, Adriatik Adriatikun, me të cilët kemi punu klipin e Hynesha e Prishtinës, që besoj të hanën të martën do të jetë vetëm për publikun. Kush do që dëgju se Xuxi po rezervohet pak, është një ndër këngët më të mira të kësaj vere, po them kështu pa modesti, po insistoj për shkak se kam dëgjuar atë këngë dhe në momentin që kam dëgjuar kam thënë që Xuxi kjo është hiti i verës, edhe kënga e cila të ka përshtat më së shumti, edhe besoj që kemi ndriçuar verën me atë këngë, po ashtu edhe me atë videoklip se ja kemi përshtat. Domethënë gjithçka shihet Xuxi me njerëzit e Prishtinës, me vendin ku është lindë, është rrit, sepse Xuxi na njohin si ikonën e këtij qyteti dhe ky ka qenë qëllimi që më të pa ty si një ikonë e këtij vendi i cili thrive apo lulzon me muzikën dhe me hyneshën. Pa dyshim një falënderim shkon për ty edhe për ekipën e A Group që kemi ardhur me ide, por edhe pa dyshim Parsin Bunjakun, kompozitorën dhe tekst shkruesin, gjithçka kish me qenë kot, kështu që është goxha një ekip, edhe çka po më përshtypje është që ideja është doni me pas punë ju këngëtar të dashur me mentorin, s'keni nevojë me shku as kënd tjetër. Kënga, teksti, miksimi, orkestrimi, full package, video, full package, po. Kështu që mentor Aziri i bën tonat. Për në fond mentor, edhe një faleminderit e di që je super busy. Tregom të lutna kur pritet me shpërthy gjithë kjo puna jote që je ka e bën që një kohë të mirë, edhe kur pritet më u finalizua dhe mu pa rezultati i kësaj pune, edhe pse ti e ke shpërfaq punën tonë bashkë me Adelinën, kënga që po ndëgjoj gjithandej, por kur pritet me ardhë, do me thonë, këto projekte. E madhja, po. Besoj që kjo verë kam e finalizuar me gjithë këto projekte, po flas për 3 albumet, albumi Adelinës, i Almës edhe imi, edhe mendoj që këtë verë kanë me u lansu si projekte cilat mendoj që më shumë kanë me kontribu po prap muzikës edhe skenës, e cila ka mungesë të jashtëzakonshme të stilit të mirë, nashta gabova që të mirë se çdo muzikë është e mirë, po stilit më bashkëkohor, se stili që po, për ndryshe absolutisht. Kështu që kjo verë besoj që do të na çel me këto projekte, gjithmonë duke pas parasysh që nuk kena munal, besoj që edhe vjeshta ka projekte tjera, po nuk mendoj projektet albumit, po projekte tjera të koncerteve, recitale, të prit se ti po fol për mua, po për vetes po fol hiç, se edhe njerëz ty të kom këto primar. Do të thonë, edhe ti sa janë primarë, në mendoj që edhe ti edhe ekskluziviteti më i madh mendoj që është edhe të Xuxi se ti e bari kthimin. Unë kam prodhuar gjatë këtyre viteve 2-3 vjet që jam dal. Po më e bukur dhe surpriza kësaj aktiviteti mendoj që kemi qenë ti, se i metëm të livdun njëri tjetrin, po ky është realiteti. Unë mendoj që me hyneshën kanë më qel shumë dyr, bashkë edhe me albumin tim që nato e bë, dhe ju tham edhe publikut që edhe Xuxi është përgatitur në album që ka fund i vitit, do të finalizohet atë kurorëzot. Urojm, po ajo çfarë kisha pas dëshirë ndoshta për ata të cilët në këtë kohë janë të zgjuar ose puna i lënë të zgjuar te oqeanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në Australi, për dallim prej Amerikës, për shembull, tash e ki dikon aty është ora 5-6 mbas dite, dhe di që ka ndëgjues është Regjepi, janë shumë tjerë që Nizami, kam qenë në para 2 viteve në Australi, dhe është përmen metropoli atje shumë. Për ma tepër, po e përmen ishte Bashkuara të Amerikës, sepse besoj që gjatë këtij viti, ndoshta edhe muaj nëntor atër kur Amerika me thekë veçantë qytetet ku shqiptarët janë më shumë të koncentruar, e marrim qytetin e New York City, apo qytetin e New Yorkut, ku edhe në gjallët është koha para festave të fundvitit, e që shumë mundësi ka që mentorin me ekipën e tij të madhe
ta pritni edhe të kënaqeni në shëba. Edhe të zuzim po ashtu se. Po ikëm, nuk ikëm pa zuzim, kështu që. Faleminderit mentor, unë Faleminderit, sinqerisht po më na jena shok me dekada dhe kemi kalu shumë bashk, kemi do një dhomë, kemi do ushqim bashk, udhtim, na ka ro kogja shumë me udhtu në për Evropë, gjithmonë ka qenë kënaqësi edhe jeni djalë që sjell gjithmonë good vibe, apo energji të mirë pozitive që vërë edhe sot Metropol. Jemi krejt në fund të edicionit të sotëm, sepse muhabeti nuk kryhet kur me ty. Faleminderit shumë. Faleminderit ty Gjus, shumë të edhe që të kena inspirim, na të kena pasu dollë, dhe më thonë, pas luftës, të kemi këshyrë çka ke bërë edhe na jemi inspiru për te, prandaj edhe rezultatet se të mungu. Që faleminderit shumë për ftesën e shmoj shumë. Faleminderit shumë zemra.